Atë bistek të lehëm pare, o jenë më bukra, kësoj më have. Personazhi me të cilin do ju prezantoj sot vjen nga Gjermania. Ai është Erzan Yusufi dhe ka shumë çka për të na treguar. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje Erzan. Si? Mirë. Si e vëlluve? Kënaqësi që po takohemi. E ma formu gjithashtu. Kështu e Erzan. Erzan, tregona fillimisht se çka të solli në Kosovë pikërisht në këtë periudhë vitit. Edhe pse sa sezona hala po thua? Po. Kështu. Unë kam lindje, jam rrit në Gjermani. I kam 29 vjet. Punoj atje, kam biznesin tem që një 2 vjet e kam hap punoj në ndërtim, se në vene. Po kam vendos para një 2 muaj, që 2 vjet e fundit e kam kështu në menim me më kthy për krejt. Po para 2 muaj kam vendos kështu për do më thonë për gjithë më kthy. Edhe tash i marr se kam shtëpinë këtu, më duhet me rregullu pak për mbrana, gjana sene me përgatit që kur të kthehena me pas gati kështu për qefi. Për qefi. Po na trego se çysh kanë reaguar njerëzit e tjerë kur ju thush që je lind në Gjermani, ke tu aty punon dhe po kthehesh përsëri në Kosovë. Çysh më thon, ka mendime ndryshme. Me kanë kom bo laf këtë punë, kom pas komplimentet shumëta, bravo të qoftë, ke lind atje, i rrit atje, po të më këtym ventonin, respekte. Po ka pas edhe si mendime tjera që kanë thonë qysh për lënë Gjermaninë për Kosovë, këta rinie këtu, menzës po prezë me dala ne, e sene. Po fjalët e tjera nuk qojnë, adin nuk qojnë fort peshte unë. Nëse vendosi një sen me boja, vendosi për vete, ju për dikën. Mendimet e tjerve muna mi ndigju, po apet unë e kam kryt tem, mendimin tem. Si mendon që do jetë ky kapitull i ri në jetën tënde këtu? Ma me që ku me konë tepër i bukur. E du Kosovën vazhdimisht prej që kam lind, për çdo vjet, një herë, 2 herë në vjet, na kam pru prind këtu, ne kanë jetë gati. E du vendin tem, kam familjar shumë këtu, migjallar, akraba. Me gjitha të familjen e ngushtë e pas ke në Gjermani, a ka me të mungu? Po kam edhe familje të ngushtë akoma këtu, adin. Po, kam mungu, se në fakt jem rrit ma shumë me ata atje, se me këta këtu. Po, që të them. Sot ja nisëm intervistës me kabrioletin tënë, kështu që na trego pak më shumë rreth ti. Kabrioletin, këtë të dashurin teme kam që janë 1 vjet. Kom investu goxha shumë parë në ta, e kom verë me kalu mi morë me të në Kosovë. Mu ka prish udhes, mu ka dash me shlepat, me ndrejqë këtë në Kosovë. Ashtë du me langë këtë në Kosovë, akoma është i regjistru me në Gjermani. Sigurimin se e kom bon, ashtë asum nolin policia. Kësa i rrëdhet pas ka gjithë kështu të mirë, po... Kom pas fat. Po ashtë asum nolin. Çka du na tregoje pak më shumë rreth vetes, që shikuesit tanë të njohin më tepër? Unë jam një shumë pozitiv, jam i dashtun, jam shumë i shoqënueshëm me njerëz, pa marrë parasysh ku shkoj, bëj shoqëni, shpreh pozitivitet, mos sill sa më bukur me njerëz, sa më mirë, sa më sjellshëm. Kjo është karakteri jam, kam pak kryt e fortë. Çështja jam unë. Ne të kemi pa në TikTok me disa video që i bën me rrobat e punës, me disa shaka kështu po themi. Na kallzo pak a shumë si filloi ky TikToku, ti det që i ke për TikTok? TikToku nuk u kon
nuk ka ndaj plan i imi kështu me hop ndaj TikTok, me bo video. Po në Instagram të amin i kom para një vjet e gjysë, është 2 vjet. I kom po kështu video të mija, kështu video fanit. I kom post në Instagram, po Instagram në kom post privat. Edhe, po tani më kanë nxit njerëz që kam për rreth, më kanë nxit nga thonë pse s'po bën TikTok, a din nashta dhejës, nashta din ki stil, din me vallëzu, edhe bën punën që bën mush me reklamun përmes TikTokut, edhe tani pa dalë edhe beta në qatë kohë. E kam pak në gjashmëri me të, nashta edhe flok të syzat, ju ka do plot shumë njerëzve që kam ngjasi me të. Ka thonë, bënë një klip kështu atin, me kongën Lula në sen, e pa ta bota, pa dhes ka që shumë, pa të reagu edhe vetë beta, përshëndes vetin këtë rast. Kena bo edhe një performans bashkë me të, se kom morë komente shumë, komplimente dhe komente që po duke shumë njëri pozitiv, me konki shumë energji pozitive. Më mboj më një mirë, tash nuk jemi famshëm, nuk pretendoj as më boj famshëm në sen, po thjesht atë energjin që e kam, nështë ta muna me shpëndome në e kanë, me disponu në e kanë. Sa ka rëndësi stili për ty, dukja, pamja? Stili për mu ka rëndësi shumë, e du veshjen, veshjet ndryshme, po edhe robot e punës, për t'i veshje kam qef një vesh t'i pak ma elegant, mos më duk. Veç hajtë si mirë, po kam qef edhe në teshat punës më duk pak ma veçantë, kështu pak ma. I kemi pa dhe disa video të tua duke vallëzu në proda. Na fol pak më shumë rreth tyre. Po, ka qenë muajin e fundit për Ramazan, një shok i imi atje në Gjermani që e kam, im shok për krypeje që thonë të na, ka një odë në podrom të vetën, në shpit vetë, ako e kemi rregullu bashkë. Kem pas qef, edhe aty shpenzojmë kohë shumë, sidomos vikendeve. E tash për Ramazan, se na bojmë hajgara të kthejmë, vallëzojmë, përlahom. Aja është me tjetër parti, unë jam me tjetër parti, e qojna ka njerë luk, edhe apet pajtojmë. Vallën e du shumë, vallën shqiptare, edhe pse nuk kom shku kështu në ndaj shkollë vallëzimit. Po vetë jam kështu që thonë sevdale, kam qef e du vallëzimin. Po edhe vallëzime ndryshme, pse jo. Na trego pak edhe për punën tënde. Qështëm, çdo punë që të bëjsh pa vullnet është e lodhshme. Kur të bëjsh punën me qef e me vullnet, nuk është e lodhshme. Unë e bëj punën me qef, e du punën, e du mjeshtrinë, du të kallëzojmë vetë, edhe kështu që nuk është e lodhshme. Për mu jo. Disa video të tjera që i ke publiku kështot janë edhe duke shku me marrë nusen, e gjërat e tilla. Ato janë kështu veçpore, Okej. Nuk e kem pasë një të dashur që të pret këtu në Kosovë? Po mundësi që po mundësi që jo. Ndoshta. Cili do t'ishte mesazhi që ti do ju jepje të rinjve që të punojnë edhe të arrijnë diçka në jetë? Që si e shkolla, kam një zanatit, punoni, mos rrini për badjava, po nëse je shkolla, nga një shkollës, mos rrini katë, punoni, studioni, gjallani,